programit politik të lëvizjes vetëvendosje? Për gjitha punë, veç Albinit, pikresht Albinit, vetëvendosje mund të pasë përqenjë është ta. Po Albini është ai kryesori. Mos prakora pse gjithë një kanë thonë të natë një fjallë katunarësi. Çka? Gjardni është i rrezikshëm te koka. Bishti s'bën kur gjë. Bishti s'kene mbesh më sot koka është ajo e sot. Këto është koka është Albin Kurti është. Asila. Po tjetër çka tjetër kur. Për shembull, ne komprakor shumë, as nësita babai mbjekes, nuk du me ofendu se okes. Me këtë po cilët, ne kemi posin farë rushët e fatoren. Mi thëshim rushët e fatorja. S'po di kora, s'ka njës me livicën. Kora veç edhe një. Shkurt. Njoni që atje s'po du me përmenemni se po thunë mës për përmenemni. Thanë që se fiton Albin Kurti kem me pas luft civile, thiri luft civile. Se feli, a i si botat jam i pejtë, kur ti pejtë e valër. Me thirë luft civile kora në gjithë botën. Këto do të me morën pyetja tjeri. Falënderoj zoti Afrim, përshëndesim natën e mirë. Ishte ky Afrimi, përshëndesim atë dhe të gjithë juve që jeni me neve. Kam dikën tjetër në numrin tonë të telefonit në Viber. Alo. Përshëndetje. Alo, kush po na tret? Mirë Roma. Edhe juve, kush na telefonon? Beroti mi Frenzojt. Mirë se vjen zotri Berat. Si jetë sonta, e mirë? Mirë jemi, jo si jeni. Mirë, thëmë drejtën, zërë mirë me juve. Je mirë shumë. Falënderoj zotri Berat. Çka mendon, a votohet me emocion apo me program politik, edhe kë e vlerëson më së shumti prej partive politike në vend? Cilin program të tyre? Me votojnë për propagandën e Albin Kurtit, votojnë shumë, edhe po votojnë se ja ka lidhë që kjo, se për programin më të mirë se që ka Bedri Hamza, ju veç në Kosovë, për në janë nuk ka. E vlerësoni programin politik të Partisë Demokratike të Kosovës? Që e për Bedri Hamza, se jo pse mos ti asit, po cilën të kur, ekonomisti fort, i zoti është asit, ama kjo me propaganda, që e po atë vojzën, e shtini me knuë, me knuë kriminellt, që e kanë shtilu këtë vend, e kanë protestat, kanë odër gjoki, aja e qiti vojzën, aja edhe u zgrëdhika të atë vojzën të këshyre. Aja, kjo sënë regullë, me që të propaganda kë, edhe që të që peshojnë, me o që kë, me opozit, që ato me votojnë. Një pjesa, po të më honë që kjo pjesa e vetë vendosë që po votojnë me të mohë dhe, që ato i votojnë. Ama nuk është kjo, ata, që pe përmene Hashim Thaçin. 100 vjetë njëherë ka linë një Hashim Thaq. Mos linë më Hashim Thaq. E vlerësoni kontributin e Hashim Thaqit, Ja, njëherë ka linë, ju Albin Kurti, po që i ka orë dhe pi azit. Po, nuk ka lider më të poqeshëm, as ka pos, as ka me pos. Po, mendon tashmë që mund të ketë ndryshim në këto zgjedhje të 7 qershore zotri Berat? Besoj që pu, besoj që ka me pos. Ju përkrani PDK-n tash, sa mendon që mund të ketë ngritje tek Bedri Hamza tek PDK-ja në këto zgjedhje? Po, Bedri Hamza do të me shku që të over 30 që do të me shku, tash që se edhe me fatmelimet që jo. Bon, tani janë të po edhe pak popli që po shumë propaganda, shumë i rrezik, shumë në për tubimet të zgjedhjes të i banë që si ko hije, tani edhe prokurisë kje, na? Se më konë prokuria që do të, ato që aty ku e ka qitat vojzën 4-5 vjetë me knuë, aty prokuria ku desh për arrest minjerë. Ke kush ke? Që të të kur? Po, në atë me urejtje, me nëzite, me po këtë sene. Nuk ka njeri fjesht, nuk ka njeri fjesht. Të falenderoj shumë për kohën tuaj. Përshëndesim shumë, natën e mirë. Po e falenderojmë edhe Beratin, vazhdojmë me një telefonues tjetër në Viber, e kemi dikën tjetër regjia në Viber. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, kush për nga tret? Alo, përshëndetje. Edhe juve, kush nga telefonon? Isa për Gjermania. Mirë se vjen zotri Isa. Si po kalon kalon? Mirë kaloj, zërë mirë me juve, besoj që të jeni mirë atje në Gjermani. Po. Gëzuam zotri Isa, çka po mendon, a votohet me emocion apo me program politik? Program politik nuk kanë opozita kurse si kur fare heq. Këta din veç me dal jashta parlamentit edhe me bojkotu parlamente edhe kurse si heq. Vetëm vetë vendosje edhe mos të mashtrojnë vetën kërkush. Bona kanë i kisha lut gjithë në të bënd vetë dishëm njerëzit
dojna shtet, në qoftë se dojna shtet, vetë vendosje Albin Kurtin, në qoftë se nuk dojnë shtet, në qoftë se nuk dojnë Kosovë, ne të urdojnë, ne të marrin pra opozitën. Beson që do të ketë ndryshim në këto zgjedhje të 7 qershore zotërisë? Si? A mund të ketë ndryshim tash në rezultat në këto zgjedhje? Çka pret? Po në qoftë se ky popull kam ledh men edhe e din mirë se çka mundet me na ndodhë dhe arshmja, e japin votin, japin pikën aty një gjashtit. Në qoftë se dojnë me pas shtet, në qoftë se nuk dojnë me pas shtet, në qoftë se dojnë me i qitën gjitha nujë të thënë, atëherë dhe t'japin opozitës me gjithë atë listën sërbëve që për bojkotojnë dhe për shkatrojnë shtetin. E kuptoj. Të fendroj shumë të trisa. I lutëm gjithë i tërë vllazërve shqiptarë që jenë në Kosovë, ne të kanë vetëdijshme, ne të kanë vetëdijsimin e vetë plot, ju kisha lutë në tokën qiell, ne dashin Kosovën, sukur vetë ne t'japin një gjasht aty se aty e kenë qëndrimin e plot Kosovës. Mirë. Aty mos të mashtrojnë veten. Ata që po flasin, jo Hashim Thaçi, jo PDK-ja, jo ai tjetri që të ka atje për atë Adrian Gjini në sene. Leni më ato, leni se ata janë fëmijë, ata janë krejt. Çdo kush tash e ka përshtypjen e vet, çdo kush e ka për krahun e vet që e bën. Falenderoj zotërisat, përshëndesim shumë. Pa marr parasysh, s'kan program kur fare hiç, ju Mirë. lutem. Kuptoj. Doshi Kosovë, doshi shtet, epnja një gjashtet. Mirë. Edhe në të hecë shteti përpara. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Përshëndet shumë zotërisat, gjithë të mirat për ty dhe për të gjithë shqiptarët. Vazhdoj me Izet Dushi, thotë përshëndetje për ish nxënësin tim Musa Ajetin, veteran i luftës. Të përshëndesim shumë. Atifete Bërdyna, përshëndetje Korab, shumë bukur po duket. Faleminderit shumë e nderuar Atifete Bërdyna, shumë respekt për ty. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma zotri Korab. Përshëndetje mirëmbrëma. Kush po na thret? Se vija pe shtoku. Mirë se vjen zotri Sejdi, përshëndetje kemi edhe për ty. Edhe juve dhe ndëgjues të nderuar. Faleminderit. A votohet me emocion apo me program politik? Pa një pjesë e madhe votojnë me emocion, një pjesë e madhe e dinë çka programe. Na kemi përvojë të mëdha që 20 e sa vjet, e kemi pas 20 vjet ato partitë sa që janë në opozitë, kanë më 2 vjet e majshin qeverinë, e rrezështin, ka të shkoj ke 6 muaj deshi, përgatitëshin deshi për më në pet. Asnjë moment nuk kanë mujt me qub 5 vjet, as 4 vjet, as 3 vjet. 2 vjet, 1 vjet, 2 vjet, edhe s'ka mujt me majt. Edhe të nësar, edhe ta punë që kanë bon, e kanë bon me keqe, me asociacione, me demokracione, me gjykatë speciale, me afera përgjithshme, nuk e di çka i lakmoniri asaj one. Ata apet nuk edhe nesër më bë bashk, ata apet nuk mund me majt minimum bashk qeverisën. Edhe apet do të më shkojnë të vetë. Qeveri peshi e ka marrë Albini, kjo që këta është për vjen era shtet. E vlerësoni më së shumti këtë qeverinë aktuale. Se nuk i besoj tjetër kujna veç. Sepse nuk na kemi provu, i kemi provu na, 20 vjet i kemi provu. Po të kuptoj.